Don Fredi, cilat janë disa nga aktivitetet gjatë kohës festimit të Pashkve, këto që kanë ngel aktualisht tani deri në nata e madhe? Na që, do të thënë, i këtë dile që ka më ardhë, ka me kanë e dile e Allarit, që vjen Krishti në mënyrë triumfante në Jeruzalem, i dalin para, atë fillon java shejt, që është e hanja më radhë. Atë janë, i thonë, tridium, janë 3 festat më të mëdha që kanë lidhje njëna me tjetrën, edhe konkludot me ringjalljen e Krishtit. Është e hajtja e madhe, ku një natë përpara se mu kap, Krishti mlell apostujt të lloma sipërme, edhe themelon sakramentin e Eukaristisë, edhe i nep mësimin apostujve e të dhanë ty në tanëve ne, që me shërby njëni tjetrin, ty ala kamt. Jala në kamt apostujve Krishti. Pra këtë që po bajun banja ju tjerve. Të nuk ka puna me la kamt, laja ta të këqia. Që ka, pra nëja, hekja, mos rrime e gjujt e me evra, duje fort. Edhe njëkohësisht keni me marrë korpin të me gjakun tem. Ka me kanë me ju, pra është kur prezenca Krishtit bat reale në përmet Eukaristisë, korpit e gjakut, bat reale për të në generata që kanë marrë. Aja që ka nëllë në lomin e sipërme, me 12 apostujt nëllë për gjithë ditë, në çdo alter, të kisë, kur bat, aja është identike. Sepse nuk është ripërstritja asaj, dikush me nënë sigur është ripërstritja, nuk është ripërstritja. Te Zoti koha nuk ekziston. Qa nëllë i herë ka nëllë gjithmonë. Pra, sakramenti i Eukaristisë ka nëllë një herë, pa të jo vazhdu me nëllë për gjithë në çdo vend. Atë janë vjene prania e madhe, për pa festa tjetër, kur Krishti kryqëzohet. Atë janë mundimet e Krishtit, në atë kohë nuk bat mesh, në atë kuptimit bat a një rrit, e kena ostet, e kena të shuguru me qysh për fillimit i napim, fillon mesha gjithça, pa thana aty në pa ban kryqe, pa basisen, sa komplet morning është, dhe më thënë në vajtim, edhe mëll pa dhanë bekim, edhe e largohet për i kishet çdo gja bukurie që është, çdo zbukuri, për mi diftu botës, që ishtu ka mu du bota pa Krishtit. Adin s'ka kant, s'ka aleluja, s'ka drita, nuk ka e lule, nuk ka asisen. Nuk ka Zoti me ju, nuk ka gloria, nuk ka asisen. Edhe atëherën është aja pjesa pënes që e pranë e madhe, deri që vjen di që shtunën në orën 8 mramës, që në teknikisht duhet me kanë 12 natës, por me kanë për orë të arsyt e orës, në abajme në 8, fillën vigjilja që është vigjil, pra dhe më thanë kur e batë që Krishti është ringjallë, kur Meri Madalena dhe ta tjera të shkojnë të vorë e gjenë vorën bosh. Edhe atë një liturgji shumë e bukur, është aja liturgjia ma bukur, është pranimi atyne që vinë fenë katolike, që banë në përmjet sakrameneve. Atë janë nëse është dita e Pashkve, që vinë atë njëzit, po vinë me pa vorën bosh, edhe me festu ringjalljen e Krishtit, që është ringjallja jonë. Me vërdet, kja është lidhja. Se nuk ka puna që i bajmë në një distante. Aja është ringjallja Krishtit, pa ringjallja jonë. Kjo se kena shku 52 javë në mesh, kena lezu nidhin, jena lut, atë sa të muna, atëherë i bajmë festën, edhe këtë festë e dajmë. Mrapa këtyne gjanëve ka dhe pa janë aktivitete shpirtnore ma shumë, se sa aktivitete shoqënore. Pse festa e Pashkve është festa më e madhe, më kryesore për krishtërimin? Bravo, atë janë ata festat të mëdha, atë në krishtinja është e jashtëzakonshme. Mu ba Zoti njëri. Por ai për atë njërin që mundet me pasi dyshima me ba këtë ringjallja është direkt se thot Krishti, atë që ka bëun keni me ba dhe ju, edhe ma shumë se unë. Pra ka me nëllë gjithçka. Kur kush nuk vjen të ati veç në përmjet mejet, e më rrallë në përmjet mësimeve të mija, në përmjet shembullit tem të i dhan jetën për njerëzit të i falë gjithë kënë, tana këta gjana, hani trupin tem, pini gjakun tem, në të kuptimin e lëna, ja napin vetë vetës tjerve, familjes, ja jep ju, si napin printore, ka dhan jetën për ne, ka dhan trupin e gjakun, kohën e gjithë qa, adin na me e dhan për ta njerëzit që njofë më rrallë. Kja është, mi për do thanë është, ringjallja Krishtit është ringjallja jonë, ajo që ka me kanë për jetën e pasosën. Na përjetojmë të vërtetën themelore të fesë kristiane. Jeta vazhdon mas vdekjes.
edhe kja është e garantuar nëpërmjet Krishtit prej dashurisë statit. Pra nëse na jetojmë këtë vërtet, na kena përjetu i paqë, që se kanë përjetu njerëzit kur. S'kena me pas ma lotë vajtimet mërshme në qoftë se dikush dahet prej nesh, se ka fillu jetën e pasosën. S'është ma ashtu. Adhe vetëm se na merr malli për personin, që nuk ka ma. Atëherë edhe jeta jonë, kur fillon me ju avit pleçnisë tana, fillon me na lëshu i kraj, i gjaj, kapak, adhe fillon na mu ba gati si ai fëmija në barkun e nanës, që fillon me lëvizje, fillon me jarë ma pak ushqim nëpërmjet asaj kordës e tana, fillon mu thaja, mu ngushtu, fillon me nisa aty i dej. Adhe edhe na fillon të ira flok, të i bëvët, jena bahen a gati me fillu jetën e pasosën, këtë e përsoter me paqë, e përs me paqë, sepse e besoj këtë gjatë, nuk kam as angth, as nuk kam regrets, as kam asisen. Vjen atë normalisht, vjen naturale edhe bukur. Kamera për ju, Don Fredi, mesazhi juaj me rastin e festës së Pashkve për besimtarët, por edhe për mbar popullin shqiptar kudo ku ndodhet. E në radhë parë, famillisë Shënpalit e kish Zojs, edhe të kisha e Zoj Shkodës njërë, kudo që janë populli shqiptar në Amerikë, në diasporë, në vendlinje, kudo që jenë, kisha me thanë, ta njerëzve që janë në botë, çdo kristian dhe çdo njeri në botë, i uroj për shumë vjetë, me shnet e me zemër të mirë, festat e Pashkve të ringjalljes Krishtit, që është festa e ringjalljes tonë. Kisha me ju lutë që me fillu një jetë të re në natë motën që na thëmë shkrimi shaj. Edhe një zemër të reje krijon mu o Zot. A new heart create in me, o God. Kjo ofse keni me pas këtë përqendrim gjatë këtij vitit, edhe në vitin tjetër keni marrë me një përqendrime të tjera, keni me përparu në mënyrë fundamentale në jetën tuaj shpirtërore, që ka me kanë reflektuar në çdo sekond në jetën tuaj intelektuale edhe në jetën tuaj fizike, kudo që jeni në punë, në familje, gjithkohë. Prandaj këta festat e ringjalljes Krishtit, kjo ofte edhe festa e ringjalljes të zemrës tuaj të re dhe të fillimit të një jetës të re e të bukur në Krishtin, me Krishtin e për Krishtin. Të falenderoj shumë që ishe në bisedë me televizorin e shqiptarët të Amerikës. Nëpërmjet bisedës tuaj, televizioni është shtuar një vlerë e shtuar për arkivën tonë, por edhe për vetë komunitetin shqiptar që e shikon. Edhe të falenderoj për punën e mrekullueshme që bëni, pasi puna juaj si famultar aty ku jeni është një punë e shenjtë, edhe duhet gjithmonë që çdo kush t'ju suportoj, t'ju ndihmoj, jo t'ju mësoj. Pasi ju i dini vetë punën tuaja, edhe të gjithë duhet të jenë dashamirë për vullnetin dhe për të shtuar vullnetin, për të shtuar energjitë që gjithmonë Kisha e Shëmpalit të jetë një kishë pararoj për të gjitha fushat, edhe kryesisht ato fetare, por edhe ato kombëtare shqiptare, të cilat juve vazhdimisht i ushtronin në kishën tuaj. Jam mirë një shumë, zot një vila, jam me të vërtet që ma nepni këtë mundësi, me jam të shtu edhe diqa të vogël, për ata që janë të Japan. Ky mision që i ba me bashkë, me gjithë se kena lanë disa këshia dhe disa mësime fundamentale, nuk duhet me kanë i njëjtë i vetë një mësim. Nuk mundesh mu ba inxhinier ku shkon e merr pjesë vetëm një leksion. Atë duhet me shku prej fillimit e deri në fund. Edhe i herë lexoj një unillin, edhe e një në kish, edhe atëherë në bani qatë dëni me jetën tuaj. Ju uroj shnetet mira, zju bekoft. Zoti, ati e biri e shpirti shajt. Amen. Të falenderoj shumë. Të rritë Zoti. Shikues nderuar, falenderoj edhe emrit tuaj, do vret Kallaj për gjithë informacionin sonë dhe për urimin, për mesazhet, dhe me shpresë të shikojmë në emision tjetër, por pas të largojmë, edhe unë në emër të stafit të Televizorit Shqiptar të Amerikës, ju uroj gëzuar Pashkët të gjithë shqiptarëve, të gjithë kristianëve kudo ku janë në botë. Edhe mirupafshim në një emision tjetër të gëzueshëm. Faleminderit shumë, Don Fredi. Rritë Zotit bekoft. Faleminderit.